5 gjëra që duhet t'i eliminosh menjëherë nga shtëpia jote për të thithur pasuri dhe progres. Përshëndetje miq të mi të dashur. Sot dua të flasim për diçka që mund të ndryshojë plotësisht jetën tuaj, por që shpesh e injorojmë, energjinë në shtëpinë tonë. Po, gjithçka në botë është energji, vibracione që mund të të shtyjnë drejt suksesit ose të të mbajnë të ngecur në varfëri dhe stagnacion. Imagjinoni sikur shtëpia juaj është një magnet, ajo mund të tërheqë bollëk ose të largojë mundësitë e reja. Unë jam këtu për të ndarë me ju 5 gjëra të thjeshta, por të fuqishme që duhet t'i eliminoni menjëherë nga shtëpia juaj. Këto nuk janë këshilla të rastësishme, ato bazohen në parimin e vibracionit, ku çdo objekt rreth jush mbart një frekuencë që rezonon me tëndën. Nëse vibracioni juaj është i ulët, jeta juaj do të jetë e tillë. Por nëse pastroni hapësirën, do të ndjeni një lehtësi të menjëhershme dhe do të shihni si situatat fillojnë të zgjidhen vetë. Sot do të zhvillojmë çdo pikë një nga një, duke shpjeguar pse ato pengojnë energjinë tuaj, si t'i identifikoni dhe hapat e saktë për t'i hequr pa faj. Mos u shqetësoni, nuk kërkohet asnjë shpenzim i madh, vetëm vendosmëri. Në fund të videos do të keni një plan të qartë për të filluar sot. Le të fillojmë me pikën e parë, që është më e zakonshme se mendoni. Pika 1. Rrobat që nuk i vesh më. Le të flasim për pikën e parë, rrobat që nuk i vesh më. Kjo është një bombë me sa nuk shkon në dollapin tuaj, miq. Kur blini një veshje, ajo nuk është thjesht copë pëlhure, ajo kap energjinë e momentit kur e blini. Ndonjëherë ajo lidhet me një periudhë të vështirë, si një punë që urrenit, një marrëdhënie që nuk funksiononte, ose thjesht një ditë kur ndiheshe i humbur. Tani, vite më vonë, jeni ndryshuar. Jeni rritur, keni arritur suksese të reja, keni një vibracion më të lartë. Por ato rroba të vjetra, ato ende mbartin atë energji të vjetër, të rëndë, që ju tërheq prapa si një ankor. Çdo herë që i hapni dollapin dhe i shihni, pa dashje, po i thoni vetes, unë jam ende ai njeri i së kaluarës. Kjo nuk lejon hapësirë për rrobat e reja që do të tërheqin mundësi të reja, një intervistë pune, një takim të rëndësishëm, ose thjesht një ditë ku ndiheshim mbredh. Por si ta dini se cilat rroba janë problem? Është e thjeshtë, pyesni veten. Merrni një bluzë, një pantallon ose një xhaketë në dorë. A ju bën të ndiheni e fuqishme? A ju bën të buzëqeshni kur imagjinoni veten duke e veshur sot? Nëse jo, nëse ju rikthehen në një kujtim të hidhur ose thjesht ju lë indiferent, atëherë nuk është më pjesë e juaja. Mos i mbani për një ditë të keqe, ajo ditë nuk vjen kurrë dhe energjia bllokohet. Tani, hapat praktik, sot ndajeni 30 minuta për të hapur dollapin. Ndajini rrobat në 3 grupe, ato që dashuroni absolutisht dhe i vishni shpesh, ato që mund t'i dhuroj ose shisni nëse janë të mira, dhe ato që duhet t'i hidhni. Për secilin që eliminoni, merreni në dorë, mbyllni sytë dhe thoni me zë të lartë, faleminderit për momentet që më ke dhënë. Tani, le të vazhdojmë secili në rrugën tonë. Ky nuk është ritual i çuditshëm, është një mënyrë për të mbyllur ciklin e energjisë, që ajo të mos mbetet e ngecur te ju. Imagjinoni, pas kësaj dollapi juaj do të jetë i mbushur vetëm me veshje që ju bëjnë të ndjeni si versioni më i mirë i juaj. Çdo mëngjes, kur zgjidhni diçka, do të ndjeni një shtytje pozitive. Kjo do të ndikojë jo vetëm në pamjen tuaj, por në të gjithë ditën, më shumë besim, më shumë atraksion për mundësi. Provojeni dhe do të shihni ndryshimin brenda javës. Pika 2. Gjërat e thyera. Tani, kalojmë te pika e dytë, që është një pengesë e madhe, gjërat e thyera në shtëpi. Këto mund të jenë aq të parëndësishme sa duken, një filxhan i qarë në kuzhinë, një kornizë e prishur në dhomën e pritjes, një vegël elektrike që nuk punon më, ose një vazo e thyrë që e keni lënë atje për kujtim. Por le të jemi qartë, çdo objekt i thyrë është një hajdut i madh i energjisë. Ai përfaqëson prishje, mosplotësi dhe bllokim. Në parimin e vibracionit, një shtëpi duhet të jetë e plotë dhe funksionale, siç jeni ju vetë. Një copë e thyrë, ajo krijon një vrim në rrjedhjen e energjisë, duke e tërhequr atë jashtë në vend që ta mbajë brenda. Është si një derë e hapur në një shtëpi të ftohtë, ajri i mirë del dhe i keqi hyn. Dhe mos mendoni se mund t'i rregulloni duke i ngjitur me superngjitës, kjo vetëm maskon problemin. Energjia e prishjes mbetet dhe ju vazhdoni të ndjeni të bllokuar në jetë, sikur diçka gjithmonë thyet para se të arrini qëllimet. Si t'i identifikoni? Ecni nëpër çdo dhomë sot, kuzhinë, banjo, dhomë gjumi, sallonet. Pyesni, a ka diçka që nuk funksionon siç duhet? Një llamp e fikur, një karrige me këmbë të lirë, një pasqyrë me të çarë? Lista do të jetë më e gjatë se sa mendoni. Tani, hapat. 1. Merrni çdo objekt të thyrë në dorë. 2. Njihini shërbimin që ju ka dhënë, faleminderit që më ke ndihmuar për kaq kohë. 3. Vendosni nëse mund të riciklohet, metalet te pika e riciklimit, plastika ku duhet. Nëse jo, hidhjeni pa mëshirë. 4. Pas heqjes, pastroni hapësirën ku ishte, fshini pluhurin, ajrosni dhomën. Kjo krijon një vakum për energji të re.
Imagjinoni, pa ato të thyra, shtëpia juaj do të ndihet më e lehtë, si një makinë pa pengesa. Në jetën tuaj, kjo do të thotë më pak pengesa të papritura, projekte që avancojnë, marrëdhënie që riparohen. Është një ndryshim i menjëhershëm, filloni me një dhomë sot dhe nesër me tjetrën. Do të ndjeni si energjia fillon të rrjedhë si një lumë i pastër. Pika 3. Këpucët e pista ose të konsumuara. Pika e tretë është diçka që prekim çdo ditë, por rrallë e vëmë re, këpucët e pista ose të konsumuara. Këpucët nuk janë thjesht mjete për të ecur, ato janë udhëtarët e jetës suaj. Çdo hap që bëni me to, sjell energji nga bota e jashtme në shtëpinë tuaj, që është tempulli juaj i shenjtë. Nëse këpucët janë të pista me balë, pluhur ose energji negative nga një ditë e vështirë, ato e fusin atë brenda në shtëpi. Dhe nëse janë të konsumuara, thembra e shembur, lëkura e grisur, ato thonë, udhëtimi yt është i lodhur, i ngecur. Kjo vibracion i ulët tërheq më shumë lodhje, më pak progres. Mendoni, a doni që hyrja juaj në shtëpi të jetë e mbushur me energji të huaj, negative? Jo, shtëpia juaj meriton pastërti absolute, si ta trajtoni. Filloni me një kontroll të shpejt, hapni dollapin e këpucëve ose raftin. Sa palë keni që nuk i keni veshur prej muajsh sepse janë të vjetra? Ato duhet të zëvendësohen menjëherë, zgjidhni modele që ju bëjnë të ndjeni të sigurt dhe tërheqës. Për pastërtinë, çdo herë që ktheheni në shtëpi, merrni një fshes ose leckë dhe fshini menjëherë. Thoni me vete, largoj çdo energji të panevojshme, hyj vetëm me bollë. Kjo bëhet ritual, 30 sekonda në ditë, por ndryshon gjithçka. Nëse jetoni në një zonë të lagur, vendosni një tavolinë të vogël të hyrja për pastrim. Tani, imagjinoni efektin, këpucë të pastra hapa të lehtë në jetë. Do të ndjeni më shumë energji për të ndjekur ëndrat pa peshën e të kaluarës nën këmbë. Provojeni për një javë dhe do të shihni si dita juaj fillon më mirë, me më pak lodhje emocionale. Pika 4. Objektet dhe rrobat e personave që nuk janë më mes nesh. Pika e 4 është më delikate, por po aq e rëndësishme, objektet dhe rrobat e personave që nuk janë më mes nesh. Ky mund të jetë një shall i një prindi të ndjer, një foto e një ish partneri, ose një libër i një miku të largët. Këto nuk janë thjesht kujtime, ato mbartin energjinë e atij personi, të lidhur me planin fizik. Kur ai person nuk është më pjesë e të tashmes suaj, energjia e tij bëhet e vdekur, e ngecur. Duke e mbajtur, ju po e ankoroni veten në atë vibracion të vjetër, duke penguar të dyja palët, ju nuk mund të avanconi, dhe ai nuk mund të vazhdojë udhëtimin e tij në planin shpirtëror. Kujtimet e vërteta jetojnë në zemrën tuaj, jo në objekte që grumbullojnë pluhur dhe trishtim. Shtëpia juaj duhet të jetë e mbushur me energji të gjallë, të tashme, miq të rinj, dashuri të reja, suksese aktuale. Si ta bëni? Merrni kohë të vetmuar, uluni me një gotë ujë ose çaj. Merrni çdo objekt, a ju sjell gëzim të pastër apo dhimbje? Nëse është e dyta, falenderojeni, faleminderit për mësimet që më dha. Tani, le të vazhdojmë secili lirshëm. Dhurojeni të dikush që e ka nevojë ose hidheni nëse nuk mundeni. Për rrobat, njësoj, dhurojini në bamirësi. Kjo nuk është mos respektim, është lirim. Pas kësaj, hapësira bosh do të mbushet me gjëra të reja që rezonojnë me ju tani. Do të ndjeni një lehtësi të madhe në zemër, sikur një barë e madhe u hoq. Jeta juaj do të hapet për lidhje të reja, pa hijen e së kaluarës. Pika 5. Çrregullimi. Së fundi, pika e 5 që prek gjithçka, çrregullimi. Një shtëpi e çrregullt nuk është thjesht e pakëndshme, ajo bllokon rrjedhjen e energjisë si një tub i mbyllur. Çdo copë letre e hedhur, çdo raft i mbingarkuar krijon stagnacion. Energjia nuk mund të qarkullojë, kështu që as ju nuk mund të avanconi me jetë. Sa më e lehtë të jetë shtëpia, aq më shumë bollëk tërheq. Është si frymëmarrja, e lirë dhe e pastër. Hapat, një çdo mëngjes, rregulloni shtratin dhe thoni, faleminderit për pushimin e natës. 2. Në fund të ditës, ndajeni 10 minuta për të rregulluar tavolinën, kuzhinën, dollapin. 3. Hapni dritaret çdo ditë për ajër dhe dritë, vendosni bimë të gjelbra për oksigjen pozitiv. 4. Parfumo ambiente me esenciale ose thjesht freski. Shtëpia juaj nuk duhet të jetë muze, është tempull që ju bën të lumtur. Pas kësaj do të ndjeni energjinë të rrjedhë, ide të reja, mundësi të papritura. Përfundim. Miq, këto 5 pika, rrobat e vjetra, gjërat e thyra, këpucët e pista, objektet e së kaluarës dhe çrregullimi janë çelësat për një shtëpi me vibracion të lartë. Mos i merrni si teori, provoj sot dhe do të shihni mrekulli. Pastrojeni hapësirën, lërini energjitë e vjetra të vdesin dhe e tashmia juaj do të lulësojë. Nëse doni më shumë këshilla, abonohuni, bëni like dhe shkruani në komente, cila pikë do ta filloni së pari. Faleminderit që ndoqët, energjia juaj është e mrekullueshme.